Mbrëma dhe selam aleikum të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit të Liria. Mi sot takohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevqet Krasniqin. Siç e dini, pra ky emision është drejt për drejt dhe njëkohësisht i hapur për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij emisioni për të bërë pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë këshillat apo edhe përgjigjet e hoxhës. Selam aleikum, mirëserdhje. Dhe pa humbur kohë kalojmë tek pyetja e parë me SMS, ku thotë para një viti ja kemi marrë një personi $3.000. Në këtë rast, si duhet me kthy borxhin, në euro apo në dollar, apo duhet me kthyer edhe kursin valutor si po shkon? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhëruar dhe salavat e selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanave të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën atij burrit të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj borxhi i cili është marrur para një kohë, tazami është marrë me euro, në parim duhet kthehet me euro. Por nëse tani pranari borxhit që t'i kthehet me dollar ose me franka ose me ndonjë monedhë tjetër, bon. Por duhet me shikue vlerën e valutës së dollarit në kohën kur e pagun. E jo në kohën kur e ka marrë borxhin. Domethënë, nëse do me kthy me dollar tani, apo ai thë kthe me dollar, se po më duhen, apo ky e propozon dhe e pranon, bon, edhe duhet me shku sipas valutës. Se sot me tani kur ta kthen sa është vlera e valutës. Po. Kemi telefonatën e parë për sonte, inkuadrojmë ala. Selam aleikum. Apo dëgjohemi telefonata? Po dëgjohemi. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhoni me pyetjen. Kisha dy pyetje për hoxhën e nderuar. Urdhoni. Kjo është, domethënë, këta pyetje janë që ma kanë bërë me hek vërejtjen. Çka thot hoxha për këta motra, për shembull, që shkojnë gjatë umrës e qesin bulesën, edhe kur kthehen hala pa u kthy, domethënë, në aeroport, ata hekin bulesat të tyve, edhe thojnë kjo nuk është veç me pas zemrën e mirë. Qëto, domethënë, kisha pas qef me pyet, edhe për motra kisha pas qef edhe një pyetje, kur po shkojmë atje në Qabe apo në umra, a i lejohet shembull një femnës me aty me prek Qabën edhe me hi nërmjet 5-6 burrave, edhe më mundu me prek Qabën, këtë e di se ata 5-6 burra ka mundësi m'ja prek në pjesë trupit që nuk lejohet shembull. Qysh është kjo, domethënë? Çta dy pyetje janë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë, selam aleikum. Aleikum selam. Pyetja parë ke për motra që shkojnë në umre e qesin shamin, pastaj kur kthehen në aeroport i hekin shamin edhe thonë që kanë si pas zemrën e mirë, edhe pse ke pjesa e dytë pak çuditshme. Kjo është Allahu na falt, Allahu na fal. Me vahegare me shami. Me në vlerësu shamin. Në veçanti nëse shprehet se me rëndësi është me pa zemrën e mirë. Me rëndësi zemrën e mirë dhe me dal desha, a shkon kjo puna? Përpothen këtu gjana bashkë në feja? Dhe çka kupton njeriu me zemrën e mirë? Çka kupton? Çka kupton njeriu kur thotë kam zemrën e mirë? Nëse kupton apo nëse synon e kam zemrën e mirë nuk ka dua njerëz të keqen, në rregull, po i besojmë, inshallah është ashtu. Dhe është një gjest shumë i mirë, human, është një pjesë e madhe e etikës e moralit që çmohet shumë, lavdërohet shumë, ma dash njerëz të mirë.
por zemra mirë nuk përfundon kaq, nuk përfundon këtu, vetëm më dash të tjerëve të mirën dhe mos më dash të keqen. Zemra mirë është ajo zemër e cila ka frikë Allahun. Është ajo zemër e cila tiktaket e saj i ka për Allahun. Është ajo zemër e cila sikurse shkrihet, knaqet, freskohet, qetësohet, relaksohet, zgjerohet. Kur adhuron Allahun, dhe të kundërtën sikurse të kurret, sikurse rrudhet, nxihet kur e bën Zotit mëkat. Thuaj ndryshe. Allahu i madhruar, e mos ta bëjmë temë, Allahu i madhruar shumë përmend zemrat Kur'an. Dhe zakonisht, prej fillimit të Kur'an deri në fund, zemrat u përmend atyre të cilët nuk besojnë, nuk logjikojnë, nuk mendojnë, e që nuk kupton, i bëjnë Zotit shirk dhe kufër. Në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjejmë se zemra se ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe. Për shembull, hadithi i njohur ela inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ela huwa hiya al qalb. Në trup të insanit është një pjesë në gjymtyr, e cila nëse ai rregullohet e tërë trupi, dhe nëse ai prishet e tërë trupi, e ai është zemra. Zemra. Pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam kur ka treguar se apo kur don me përshkruaj mëkatin, pasojën e mëkatit në trup të njeriut, e cek zemrën. Dhe thot, sa mëkate, kur të bën robi një mëkat, i bëhet një pikë e zezë zemrës. Një pikë e zezë. Po nëse bën 100 mëkate, 100 pika të zeza. Po nëse bën 1000 mëkate, 1000 pika të zeza. Nëse pëndohet, i fshihen. Nëse nuk pëndohet, i mbesin. Nëse vazhdon me i shtohen. Derisa të bëhet zemra e zezë krejt. E pastaj voloset, dhe kjo është fjalë Allahut Ran e përmendur në Kur'an. Ka pejgamberi për përshkruan zemrën e zezë për mëkateve. E ti po thëkëm zemrën e mirë tash. E ka përdel kje mirë. E shef se zemra e mirë ka kuptim të gjerë. Zemra mirë është një kuptim, të thuaj se unë ja du të mirë, të tjere nuk ka du të keqë. Kjo është një kuptim. Po, është një fush, është një e zemrës e mirë. Për zemra e mirë është më e rëndësishme se sa krejt gjymtyr të trupit. Zemra e mirë ka të bëjnë raportet tua me Allahun. Për ata thash ajetet e hadithet e. Zemra e mirë ka të bëjnë raporte me njerëzit. Sahi. Nërsa thua se kam zemrën e mirë, veç pse falna, i bëj njerëzve keq, tash kundërtën kthej. Kthej të kundërtën. Kam zemrën e mirë se shkojnë në numre, shkojnë në haqë. Në shkosh në haqë shkojnë për veti. Për veti shkojnë se ki bërqë. Por, me njerëz, sile shkeq. Andaj, nuk e ke zemrën e mirë. Po edhe në të kundërtën, kam zemrën e mirë sepse njerëz e dua të keqen. E në raport me Zotin? Andaj, zemrën e mirë është e shëndosh, sepse zemrat në parem janë 3 lloje. Apo 3 kategori. Është zemra shëndosh, është zemra simur, dhe është zemra vdekur. Zemra vdekur është zemra kufrit e shirkut, e nifakut, e hipokrizisë. Zemra shëndosh është zemra imanit, me iman, por kjo pastaj ka kategori. Dhe jetë zemrat e pejgamberëve. Zemrat e smuara janë zemrat e gjunahçarëve. Njerëzve mëkatar, të cilët i përzin punët e tyre. Punë të hajrit, punë të sherrit, punë të mira, punë të këqija. Ndërto edhe këta njerëz, shkojnë numre, mbulohen, fjala vije motrat, por kur vinë pastaj, shkojnë një që e ke vetëm shamin për dalë dhe kiman. Kiman që në ty. A ka numre, a ka në qabe, dhe kthejet pe qabes, pe umres, apo pe haqet,
dhe nuk ta fal pas kohë namaz. Ose ka shit alkohol para se me shku në qabe, kur kthehet në shëtore ti e takon të thot je marrë për qabes. Kush? Une. Pronaret sa që lokalia, po. Ti e kon qabe, po. Qabe e kon ti. Dhe a pet shët alkohola? Ti a vedi që pa flet. Ose e kon qabe dhe ldesh. Ti a veç a jetu të kujtu që ka jetu full. Im kon qabe. Për hatër të Zotit, madhuru Zotin, ka pojen, i bën një tatë shejtanit. Allahu na ruajt. Se zgjatëm, po. Dhe pyetja e dytë ishte që pra për motrat që dëshirojnë me prek qabën apo gurën e zi, Po. kalojnë në përbura. Qa ashtu është, ka të drejtë vëlla plotësisht. Prekja e gurit të zi është sunnet, po, as gjë më shumë. Bile për librat e ki mustahab. Mustahab. Është mustahab e lavdushme. E lavdruar, e lavdushme me prek gurën e zi. Madje edhe me puth. Po që se nuk mundesh, pes larti, bën me dorë. Dhe kështu ka vepru pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam. Me shkap, ka që shkopin alt, ndeve kanë të bë tavaf, ka që me shkopin alt, edhe ka bë bismillahi, Allahu akbar. Për ata në sot musliman, ata që në distancën bismillahi, Allahu akbar me dorë. Dësa kanë thonë, bismillahi, Allahu akbar, e po dorën vën gurit. Nuk prish pun. Por të shtynë hanë semi fort. E shkuat ja të farë, të shtynë aty në farë, në ringa ata që kanë musë të forta, që përlahat, ja shkuat je me kalzu fëqin tane, e shkuat je me kalzu dëveçmërin tane. Ja shku për dëveçmëri, e shku me të regu forcë. Kje për burra, e më s'flasën për gra. Që shka hije grusë me shku më shtyjat. Që shka hije. Që shka hije një femne, muslimane, me shku më shtyjt e vora, Pse? Me prej gurin e zi. Psa nuk shkan gjenet e pa prej gurin e zija? Nuk shkan gjenet, ha? Më të pështet burrat e huj për trupit tanë. As pengon kja? So pa nevoj. Dërsa kur është e dëmëzdashme, i të bëta vafin, Ramazan ka la blak, Haxhi ka la blak, janë dëmëzdashmëri, janë jashtë vullnetit të njerëzve. Dërsa kjo nuk jashtë vullnetit, kjo me dëshirën tanët, të pashkan pëhen, ka la blak aty, për më në gjitë me njerëz të huj. Ka drejt jali, e randështë, e fetarisht. E randështë. Po e bojnë, Zoti i falë, as po dojnë me nuk është për asnjë, Zoti i falë, tamo nuk është për sy mirë, edhe nuk është etika e punë. Inkuadrojmë telefonatën e radhës nëse është në linje. Alo, Po, selam aleikum. selam. Kom qiken me shkizofreni, a i obligohet namazi? Në rregull. Sa vete ka qika? 33. Mashallah të barë. Në rregull, selam aleikum. I përshëndesim. Aleikum selam. Po të kam vajzën e smut, ha? Po. Me shizofreni, mosha 33 vjeç. Allah të rujtë e motër ty, ata ta shëroft, ja Rabbel Alamin. Amin. Që qa, për me thjeshtësu shumë këtë qështje. Robit, besimtarit, pëmë dhe moshkull, aje qka e bën që të shënohen amelit, apo mës të shënohen, të shkruan sevapet, apo gjënat është mendja. Ka logjik, kupton urdhërën e Zotit, për shkak të Ramazanit kupton. E kupton Ramazanin. I din se do të mëhaqëru. E kupton namazin. E kupton. Sigur se kupton babën e nanën. E smuta. Pse që kështë, ama e din që ka nanë. Din që ka babë. Ta ne mundet nga tjetë dhënë shumë, i rrezik shumë për familje, për babë, për nanë, për gru, për fëmijë, nëse ka gru, për fëmijë. Po më kuptan. Këtina nuk i bine obligimet fetare. Nuk i bine, dhe të me nejtë gati. Sepse,
që shëthojnë ulemat tonë, është një shkencë ati që merret me obligimet e detyrat tona si musliman, menatet teklif është gjësendi që e bën robin me qenë i ngarkuar, me obligime, po mos me qenë ngarkuar, është mendja. Jo gjymtyrët e tjera të trupit. Mendja. Ka mendje, respektivisht logjik, e që do thëtë i kupton në urdhën e Zotit. E kupton haramin ndalesën e Zotit. E disë alkoholi haram është. E din? Na mund të menojnë am hire, mës të ndëshkojmë atë se i bërë nuk din në ka pi alkohol, por të Zotë e fjalla këtu. Njëtën gjashtë dhe namaz. Andaj, emna që hëngjesim ne, apo që hëngjesin që ne kategorizojnë e psikologët në psiatrët e të tjerë, kë nuk qënë shumë rëndësi pesh për neve. Për neve që në pesh, mendje në kasa, a kopton të shef ata. E din ajti, në raport me ta, e din se djali apo qika, apo e kupton namazën, apo s'po kupton, apo e kupton agjerimin, apo s'po kupton. La ilaha illa. E pas e dhëtë me nejtë gati, baba, nana, burre, gruja, me nejtë gati. Me nejtë gati. Po dhëtë me nejtë gati që nëshët, e jetë smutët. Po, valla. Po. Atëherë vazhdojmë tutje me ecojnë e emisionit, kemi telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Selam. Ju përshëndes nga Gjilani. Po, urnoni me pyetjen. Po ta qef me pyet hoxhën se unë jam me smut shumë pionaza, ka njëherë shumë po ljollna ku i falë krejt rekatët. A bon mi falë ka njëherë kur jam shumë e smut se ullë falëna, veç farzin. Kjo është pyetja, po? Po, që unë kom qef gjithë i falë i krejt, po shumë po ljollna. Ka njëherë nuk moj heq, veç që ashtu s'moj milion pa i falë kejt. Tamam. Në rregull, faleminderit, i përshëndesim natën e mirë. Selamu alaikum. Natën e mirë, selam alaikum. Allahu të përsoft, e të shëroft. E namazin dhe çdo adhurim e ibadet ta lehtësoft, ty dhe neve të gjithëve. Përderi sa ke mundësi me fal namazin kam, dohet me fal edhe nëse lodhesh. Kjo është vetëm për namaz farz. Kjo është vetëm për namaz farz. Pra, namazin farz dohet me falin kam nëse ke mundësi edhe nëse lodhesh. Me krahëzu pak. Agjërime, vendi ku i naran? Apo? Po. Por, dohet me agjëru Ramazanin edhe nëse lodhesh. Apo? Po më lodhë Ramazanit dika në shkërinë. Po. Sepse që është ka konstruktine, që është ka metabolizmine, që është imunitetin e ka ku dopte, ku ta dion e rëndësishme se punë e randës, aktivitete, pagjëmësia, obligimet, detyrat, sehat ushqimi, kallabllak sene, edhe shkrihet njeri, lodhet. Kënu dhe të thëtë pëse o lodhë mësë me agjeru, që kush ka thonë këtë dynja, që robi nëse lodhet shumë, bërë mësë me agjeru. Po është farzë e Zotit. Farzët e Allahut. Farzët e Allahut. Në vetë vetën e vetë shumë prej ty një të gjitha, kanë lodhje munde. Lodhja munde, i cilë është brenda ibadetit, nuk të falë, nuk të justifikan, nuk të pezëllan atë detyrim, atë obligim. Nëse mrana ibadetit, shambull haxhi, është ibadeti më i randë. Të paktën ata haxhit të cilët shkojnë nuk smuhen. Një javë, 2 javë, në vetë si vinë 3 javë.
kur të kthehen. Edhe ta shëkushet e mira, por pyet ata që kanë bo më herët për tyne pyet qëta, që ki për para qëto. Tërgaju në vitet e 90-ta, e tani me i pyet ata që kanë bo vitet e 60-ta, ku s'kan di qa klime, s'kan di qa shtujt e ftafte, me bo haqin, karrikën, gosht. Pra ka lodhje ka, para justifikohet jo. Ramazani, vetë vetën e vetë ka lodhje. Kjo lodhje nuk ta pëzëll në obligim, ba në mend, kjo shumë e rëndësi. Gjihadi lufta, me shku me luftu me brojt patanin. As ka lodhja? Ka pa gjimësi, ka fri, ka ndoshta uri, i hund, të naftafte, vape, lëqek, por se për lodhje, mos flasëm, por e nuk ta justifikon të me të qonë, se kam bërgjë valla me shku në luft, pse? Ty për lodhna, qa për thumëre. Njëtë në gjashtë të namazi. Krejt kje për farzet, kuptohemi. Me momenti që kryna farzet, dalëm të nafile që është i tjetër. Andaj të farzet motër, qoftë është nevoja më majtë në shkam, më majtë në shkap, më majtë në karrik, më majtë për diqka, më majtë në farshkup për adush, më majtë nëse që mëse peshun korrez, ata që kanë probleme korrez, por peshojnë shkap peshojnë, e që dorë në far ka uqë dikon, e far feteli dikon, e far karrike dikon, nuk ka behane. Farze. Si delsh, jep selam, pe farze, del të sënetet, ta një i lirë. Falu ullën e motër. Zë që në kam. Po të dhem për mjetë e falështërit e motër. Falështërit. Po je lodha për të shumë, je lodha, anë mëse faleq. Mëse falë sënetin. I lotan ditën je pa që mëse falë, ose po sha, kur të forcohesh pak e falë. Pra, farzët rruju në maksimum. Për tjera t'jem pun me avakel. Allah të rrujt. Do të vazhdojmë tutje me telefonatën tjetër, ala? Selamu alaikum. Aleikum selam, dhe ishta një pyetje për hoxhën. Por, nëni. Ka që 3 muaj më ka i në qef më mbulu për këmlon a për Ramazanit, a këm bo gabim, a është mirë. Për Ramazan qka? Ka lafë Ramazanit me mbulu. Inshallah ki ymer dhe Ramazan. Faleminderit për telefonatën, do të marrësh këshillën pas pak. Selamu alaikum. Inshallah ke ymer dhe Ramazan, dhe bënë gjeli sabër, e ta lecën Allahu Azza wa Jall mbulesën, e mbulohesh, e ta pranon i madhi Zot, e ta falë të kaluarën. Ty edhe të gjitha tyre motrave tjera, të cilat ende nuk e kanë mbulesën, e kujtohen kur me qitë, kur me vendos, kur me mbulu. Ramazani është njëra prej shansave më të mira jetësore për robin dhe robreshen e Allahut me u ngrit, me u avancu. Zëtën, atë njeri që Ramazani nuk e ngrit, kjo është me hadith. Kjo është me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Gjibrili ka thonë Muhammed, thuaja i robi Allahut, të cilën zan Ramazani dhe nuk bëhet Ramazani shkak më falë, më spastru, pe gjunaheve, më falë Allahu më ngrit, larg rahmetit Zotit qoftë, thuaj amin, tha amin. Pra që i bie, nëse vje Ramazani, dhe shkan Ramazani, dhe ndryshoj kjo është i humbur. Kjo s'ka fitu sen kuku për neve. Po dhëm kuku sepse kjo blim për gjithë neve. Kjo nuk ka preashtime, kjo përfshin krejt. Andaj, është një kujtim për vetën tem, edhe të tjerëve juve se përgatitemi për Ramazan, emocionalisht, shpirtërisht, psikikisht, që të ndryshoj. Në raport me Zotin tonë, ta adhurojmë Allahun tonë ma shumë. Ta lodhëm gojën ma shumë të kujtu Allahun. Të kujtu Allahun.
Të mshelëm gojën, të analëm pa gojës me folë për halkë e për të tjertë. Por të mirë me vetë vetën tonë, me natën e vorrit tonë, sepse ajo na pret. Ajo na pret. S'kem nga t'ja mbaj. Vendin e kem aty. Andaj do të më punu për atë vend. E Ramazani është më punu për atë vend. Për varr dhe mazvorri dhe për ditën e gjykimit. Allahu na mundsof me nxanë këtë muaj, me prit këtë muaj në fakt. Na mundsof me prit, e pastaj me qenë shëndosh, e mi adhan hakun këtij Ramazani, ja Rabbel Alamin. Amen. Dhe me ndryshu me dalë më të mirë pej ti se sa që hymë në të amin. Amin. Do të vazhdojmë me telefonatën tjetër, kemi apo? Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullahi ve barakatuhu, për hoxhën e nderuar, doktor Shevqet Krasniqin, edhe për juve o Naimi, jam Binak Morina, me siguri se na njihni. Allah në gjenet qoftë o Binak. Vallaj dhe ishta mi ju përshëndet, o i nderuar shumë i madh dhe shumë i mirë, inshallah ai hale më i mirë se sa që mendon na. E kam edhe një pyetje. Amin ja Rabbi, të lumt goja, edhe te inshallah je më e mirë sa që mendojnë ana për ty. Inshallah. Inshallah e na të mirë të Zotit. Kemi inshallah na ka mundsuar më dhe Allah. O Habib, me prit Ramazanin se nuk ka vit inshallah. Allahumma amin. Dhe Allah. Amin. Yndër. E kam edhe një pyetje, më ka bë vakiz disa herë, valla më bën ka herë vaki. Sidomos namaz farz, elhamdulillah pit madhit Allah, namazet nuk i lë. Edhe inshallah kur dom i madhi Allah më ma bon ato që Milan inshallah në top hajt. Po me ato jam shumë në rregull, elhamdulillah pit madhit Allah. Po ka herë në farz, në rekatin e dytë, kur e këndon atë hijatin, ka herë pasha Zot në shkoj me selavate, me Rabbena atëna fi dunjae, Rabbena fili e kështu më, hop mbien mend çukna. E tani në rekatin e fundit e bëj një shevishezde. Po ka në mesin atyne, vëllaz disa herë. Muj me tha ma shumë se 2-3 herë nështë, po jëm shku me rekatin e dytë një që thash kam dhanë selam. Si kam dhanë selam, ka ronë nërmen jëm që i kom falë edhe 2 rekat për sëri një të në kohë, e kom bënë dhe një shevishezde dhe që të nyshë s'kom ditë. Edhe bisa mi u thejrë, mi u vetë, më ka orë zëra, di për shka, se një herë një plak ishin pas të buat ato një plot, edhe tha, edhe a dikun e 75 vjetë, shumë i vjetë tradicione, 75-80 hoqë, bre, tha, jam marak, tha, mu falë, ani mirë, bre. Tha, po nuk pedi shka duhet me thanë, tha, që aty këtë bish, që një herë thëshin do të zotin, a tha, do pash i buzuka, di, këtë bish, tha, kërshit të në shez, da, tha, nuk di isha ju, tha, kalajo, tha, shka, tha, thëj 3 herë, ku për muë. Kësë vlen për ty, ja, për nejse. Po ja, kjo për mu nuk vlen, po. Nuk vlen për ty, ja, Për po. ato, tha, mi po 75 vjetë, 80 vjetë, tha, ku, na jem, e ka që si. Allah shpërblet për Binak për ty, telefonatën. nuk vlen, Ju ja. përshëndesim. Allah kofshit përshëndetën gjithmonë, edhe kofshin mëshirën. Falënderoj shumë, Allah shpërblet, selam aleikum. Gjithë musliman son musliman, ja Rabbel Alamin. Allah të rujtë të dashtë. Te kja nuk ka pejteje, nuk ka për ty kja për nejse, kja është nga modestia jote. Njeri ju, po Zoti jam i dashtën. Mund tjetë edhe shkak gjënahëve, sahi. Por mund tjetë edhe shkak imanit dëbderi diko edhe kja sahi, Allah na falët, na përmisoft. Por mund tjetë që shumë herë ndodhë nga angazhimet të mëdha që ka njerëz. Dhe lashet të mëdha që ka njerëz. Që njeriu të gaboj në namaz, a të veproj, se që tha vllau Binaku. Dhe atë që ka ke vepru të në të 2 rastet, është të duhura. Në të 2 rastet, ke vepruar ashtu si që kërkohet juridikisht. Në rastin e parë, ku në ullin e parë, pas të hijatit dhe shahadetit, e ke vazhduar me salavat dhe me dua, pas të ka rënë ndërmend
edhe që i ke plotësu, i ke vazhdu namazën, në fund ke bërë se vesejde. E duhur, shkelqyshëm, dhe rastin e dytë, për e ke që deri në fund dhe ke dhanë selam, e pastaj të është kujtuar, dhe e që e ke marrë të këbirë, Allahu Akbar edhe njëherë, dhe ke falë edhe 2 recate, të plota, dhe në fund dhe ke dhanë, ke bërë se vesejde, edhe kjo është të duhur tamë. 2 atë të duhur edhe s'ke asgjë të keqe këto. Mangës ka kur gjë, në rregull është. Namazi, pra kur thash më herët se të lashet e dynjas nga rkesat, tash ne as dëne me bo rrafsh vetës dhe tjetërit, pas me bo kodër ju. Me bo rrafsh vetit ju, sepse me kana pak ma burrat mirë, me kana ma burrat mirë, në kuptim devotshmërisë, në kuptim të devotshmërisë. E këta mas pari a thon vetës pasha në zëtë, para se me a thon të tjerë. Allahu ma përmisov gjendjen mu dhe tanëve të tjerëve. Me kanë ma burrat mirë, pa ma të devotshëm, kur vije koha me hynë namaz. Ne me tjetër sen nuk preokupo, ale pa hynë namaz. Se, kur të marrëm të këbir fillestar, e të filloj me lavdru Allahun subhanak Allahumma wa bihamdike, e pastaj alhamdulillahi rabbil alamin, e pastaj i bim nërku në sejdë Allahut, dhe më nëron me neve për dynja, la ilaha. Namaz. Këtë namazet tonë që janë, inshallah, Allah ne i pranë në jarë. Për namazi, është ai namazit cili, që shtash robi përmallohet për te, por kur hynën te, ai ma së kërse hapnetizohet. Nuk një që ka flasin këta në dhoma ta. Ose nëse në atyre dhe për para kushta. Ose nëse ftëft a vapë, nuk ndijen kjo, as nëzet, as ftëft. Kënëse anis me lexu Koran, nuk di monal. Sepse ajeti, tjetër ajet, po ndërlidhet me ajetin para prak, pelen mangi kuptimi sepse vjen ajeti tjetër që plotson. O Zoti jon, që përna fletë Allahu, që përna të regon, që përna mësan, ose përna kërsnan, ose përna përgzan, ose përna ordëran, ose përna ndalan, për njëve në tu. Dhe, haran, me ranë rrugu. Pra ta është transmituar, disa ulema i kanë ceku. Se ka pas për ulemave të selefit, se Osmani radiallahu anhu, me një reqat, dhe në zanë sabah. Kur ka thirë zanë sabah, që tëre ka kuptu që sabah herë, kjo asë ka folë dy reqate, asë ka falë vetërin, o me qatë reqatë. Ose bjen ruku, për të në ngrit këtë lartë. Bjen në sejdë, se mërmenja më që. Sepse shkrihet. Sepse knaqë. Tani, personit të tijë, bjen men për dynja, personit tijë nuk ka stres, nuk ka depresion. Me qatë stres që ardit e namazi, shkaj. Me shtëgallë që ka pas dhe namaz, i harraj. Që kjo është namaz?
që kjo është namaz. Megjithatë, Allahu i madhruar nuk kërkon domosdoshmërisht, detyrimisht prej neve që të arrijmë këtë grad. O Zoti, se më shirshëm është. Po të kërkon të Zoti që ne të arrijmë këtë grad, do të kishte raki, do të binte që na ngarkon me diçka që s'mund të arrijmë, apo e arrijmë me lodhje dhe mund ekstrem. Dhe do të ishte shumë e rëndë për ne. E Allahu nuk na ka ngarku për të mundësive. E para, e dyta, po të ishte një kërkesë e tillë prej Zotit, nuk do të na kishte lanë neve se fesejden. Sepse se fesejden e ka lanë se justifikim apo se mburoj. Me mbulu atë, me justifiku atë, me mbulu atë që e ke lanë mangu gjatë namazit, që je habit. Pse habit? Se ka koncentruar. Pra Allahu i madhruar me rahmetin e vet, kërkon për ne që të jemi shumë të koncentruar, por megjithatë, edhe të pak koncentruar namazin e pranon. Sepse mos koncentrimi ndikon në habitje, e habitja mshelet, mbulohet, harnohet, nëse mund të themi kështu, me se vesejde. Sigur se gabimet e në haqë. Kjo është për namaz. Sigur se gabimet atje në Ramazan, në sadakat el fitr, e kështu mëra. Është momenti për të pauzuar, për shkak se duhet të ndjekim një blok marketingu dhe do të vazhdojmë tutje me pjesën e dytë që ndronë me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rym Lang, Zyri është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Studio për të vazhduar tutje me ecërinë e emisionit të njohim të vërtetën me profesor doktor Shevqet Krasniqi, jemi live në RTI, po ashtu edhe në rrjetet sociale të Hoxh doktor Shevqet Krasniqi. Kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, urdhënoni me pyetjet. Sfari ju përshëndes. Kam një dy pyetje për Hoxhën. Po, Falni. Tash Ramazani po na vjen. Po kam qef me knu një hatme, po vetë nuk di, me pare, kum një që zban, pa i pa pare kur kush po ta knan. Në këtë rast, shka me po? pyetja e dytë. Pyetja dytë, a ban zekatin mja dhëm familjarës teme. Kujna familjarëve? Se familjare kje qikën e motrës, familjare kje qikën... Vlavit, Vllaut. të vlavit. Ta je martune, po? Po, e Vllai shpit vet? Po, s'kan fort, ashtë thjesht të kapak, qështu. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Thot, po të më bëhat në Ramazan, po me porë s'ban pa porë se në kërkosh. Si me vepru? Me veprua, me dhanë sadaka për shpirt të ati të vdekur. Që qa, nuk e di ke mojtë asë në pasangune, ju ndoshta me herët, apo ka harrun ashta. Kurani me knu me pare, hat me pare, bidat të gjëna. Sevap nuk ka. As ka sevap ai që lexon, as nuk ka sevap ati që lexohet. E që bëhet njët për te. Është hargjim pare, është kaq. Dhe është me hinë gjëna. Çështja tjetër,
nuk është transmetuar. Kuptojeni ju njerëz. Kuptojeni ju njerëz. Nuk është transmetuar. Se të partë të tanë, ulemat e selefi, gjeneratat e hershme, kanë kërkuar prej të tjerëve që t'i bëjnë hatme, që lexojnë Kur'anin e që adhurojnë familjarëve tyne. Aq ma pak me pare. T'japin dikuj pare, me lexu Kur'anin, e bënin jeti për nanën teme, babën teme, djalin teme, burrën teme, kështu me radhë. Kur nuk mund gjenë diçka të tillë. Andaj, ne si musliman, në her zaman, a dohet të bëjmë punë të dinit, që kanë bët partë tonë, apo dohet ne dalim atë meqëm se ata e qesëm bidate. Kujtoj që përgjigja shumë e thjeshtë, shumë e lehtë të gjithë. Ne mund të qesim bidate e risi në çështje të dunjas dhe të akalojmë atyne. Por në çështje të adhurimit, ibadetit, ne nuk mund të qesim bidate. Nga se nuk pranohet. E pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, ai i cili e shpik e qet njërisi diçka çka nuk ka qenë kohën tonë, kohën e tij dhe shokëve tina, le ta di sa është e papranueshme. Njerëzit këtë zaman janë tekur. Kënati çdo Ramazan me kënu ka një hatë me kujna, ose jasin, babës e nanës. Edhe donë pare, heret i donë paret. Një penzije ka, me zi që e mbulon shpenzimet, e mbulon, qatë penzije ndonë një pjesë penzis, pak nga pak, për mej, ja dhonë dikujt, me kënu hatme, ose jasina, ose me vlut. Krejt kjo bidat. Krejt kjo është këtë. Hargjën parash dhe mi hingjëna. Asë gjën tjetër. Andaj, jep sadak. Sadak. Kjo është ta që ka preferu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo që kanë praktikuar ulemat i vjetër, gjenerat pas gjenerat, sadak. Sadak për ta fermin tanë. Ja fukarave. Japi njerëzve të përkom qef, për bëj njetë për shpirt babës e të nanës e japi dikuj sadak. Mirë. Kështu që nuk din, mos këna, nuk, shtak nuk është pa pare, s'këna në heqti për jep sadak, dikuj për shpirt të afërmit tanë. E se për këtë zeqatim ja dham vllahut, po bën zeqatin, edhe sadakatul fitrin, me dhanë të djathtë, vllau, motër, dhe në të majtë këtan, bën, por poshtë, djalë, vajzë, mes, nip, edhe lartë, nanë, babë, gjyshe, stërgjësh, nuk bën. Ta në kënë djathtë edhe të majtë, motrave, vllaznive, dajve, migjallarve, djathtë të majtë, ta nëse nuk jeni familje me ta, pra ta pyte e martuar, sepse kanë herë ndodhë vllash me vlla bashketojnë, ala se ndo, po thot ta bën me vllazë qatin vllaut. Jo, se kënë në fjallorin ton të sot dhe qëtë konflikt, interesi. Fjallorin ton të sot. E ja, dërsa nëse vlla është i danë, dhe s'ke të bëjsh me të kur që për nga financiare, se vërshanë në numër vllaznive që jetojnë në Perëndim, dhe kanë disa vllazë këtu në Kosovë, ku i kanë kushtet e vështira shumë, zeqatin bën me dhon. Ani pse me tash më bë, kjo nga ana e drejtës ligjore lejohet, por nga ana etike, di çfarë bie kjo? Që bie me lan vllahun s'më bë sadaka me ftjaq.
Ti atje ma ki gjipin, ose kjerën atje 50.000 100.000 euro, dërsa vlla është ta ka bë nana dhe baba, baba kja pare për ilaç nuk ka. A në rregull kjo punë. Unë po du mi ima gjatë, asha ka djemë kësë ka djemë punojnë si punojnë. Se atërë mësele tjetër. Po, flasë përgjithshëm, sepse kënë se ka djemë, atërë kërë shpine, se presi për migje ty bën të adhash. As zeqatin, as sadakan, as për bëjnë ta. Vëlla ta më shkej blejt, atina që atë ka nevoj, ju e si epi heq kur gjësen dë një. Se ju jeni djelë të këqi. Se me ka në djelë të mirë që jeni përnani, e bëni të zëtë. Se pa përnu këtë dënja nuk ka. S'ka. Atër po vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmetullahi barakatuh. Vëlla Naim i nderuar dhe hoq i nderuar, paraqitet Hilmi Hyseni nga Gjermania. I kam 2 pyetje vëlla. Po, të rënoni. Faleminderit, Allah ju shpërbleft. Në juve. Deshta me thonë kështu, pyetja parë është prej vitit 81 dhe në vitin 96 jo marrë me boks, por e kam një breng të madhe shumë, cila po më brenë gjithë, po brengusem, do me thonë, kur nuk e kom mërdor forcen jashtë ringut, veç se një rast, një shok e ka pat një problem, edhe unë ku marrë pjesë aty, se kom pak emocione, ku marrë pjesë edhe unë, ka qenë vitit 1986, dhe qa që kanë dëmtuat personin që, do me thonë, ka qenë edhe në spital edhe ka pat pasoja shumë të rënda. E tash dihet mirëfilli këtu në Islam se pa ta falë që e njeri, do me thonë, nuk kem shans kërqysh me donë ditën e gjykimit, e pata me pyet hoxhën çka me bo one qysh mi a bo që do me thonë me kërku falë a qysh mi a bo nuk po di. E një djali. A qysh me gjithë atë person për shembull që me thonë apo ma falë, unë e di që diku më perëndim tash është të jetu, po s'po di qysh me gjithë. Kjo është pyetja ime e parë. Dhe pyetja ime e dytë është hoq i nderuar, midis Kosovës, po bëhet se kur më qenë në perëndim situata, po dalin këta, do me thonë, për gjenit kundërta, për martesa dhe po bojnë protesta. A ka mundësi vetë më tregu nëse ka mundësi pse ju hoxhallarët nuk dilni për shembull protesta për pagat e juve, edhe kjo më brengos shumë, që kur farë paga nuk keni të marrë shumë të liga e keni pagat, ose me bo një alternativ tjetër, një iniciativ këtu me neve këtu në perëndim, nashta neve na kishëra me dhonë ka 10 cent, po thëmë kështu, dhe i kishim marrë rrogat matë majme edhe matë mira, se shumë jemi këtu në perëndim dhe shumë ka njerëzi për shembull që falen. Elhamdulillah prej Allahit, e që kjo po më brengos edhe për juve, se du me thonë këtu ta Turkis kur po vinë këtu, unë e di çfarë kushte i kanë edhe çka po marrin, edhe nuk janë bilet rregullt në namaze. E ju kur farë paga, edhe kjo po më brengos shumë. Allah ju shpërbleft, Allah ju ruajt, shumë selam hoq prej meje. E qofsh mbrojtën Allahu ti edhe vllahun Naimi kudo që gjendeni. Wa aleikum selam. Allah shpërblet për telefonatën, ju përshëndesim edhe ne. Njeriu në këtë dynja, nëse ke bërë zullum, sikur se rastin që e ceku, për kanë zënë njeriu në kanë rre, ndoshta ketë pa faj, ndoshta me pak faj, por se ka merituar njeriu me bë për spital. Dohet me lip halallin. Lipe gjaje. Ne nuk jena këto Rusia pa Amerikë me kanë 3-400 milion banor. Apo Kina që 1 miliard. Po të lutem. Nuk jena na India, Kina, Rusia, ku ta dio në shtete që kanë 100 miliona banor. Ne jem një grosht. Më shku me lip. Emnin bi emnin, adresën, lagjen, dhe më ranë njerin fije. Dhe nga dalë me shku me lyp edhe telefonatën ti ose atje ku është dykone se ka mundësi më përëndim. Edhe, s'ke mundësi me taku mja që u dhe pare,
filan të ka qenë një dhërat, e në faletër e mujtë me aqu, me kërku falje, me nërejq mirët faletër, me thonë njerëzit, bine në bela, por lipin halal, dhe burri fal, e ne kemi qenë të ria gjami, njëri kur është a gjami, adoleshent, i ka met mikry, se kanë kry, mikry ka met. E që në nënkupton, bën veprime të pamatura, që edhe vetë pëndohet, me vonë, por shështu që e s'ka pas dek, se e ka mujtë me vdek krejt, dhe jo në është të këshim shef krimin, po të zoti shmet. Shmet të zoti s'hu për gjo, të barëk vë ta'ala, e mja shku një faletër atina, mja lip halalën, mja që një dhërat mirë, me ka për qafë njerin, e në fëtë me thonë që ku jam, lirisht me rhak. Që ku jam, pejgamberi ka një shukë dhe sallallahu alaihi wasallam. Sepse nërë kër pejgamberi ka rënis shukë të vetë, rënis, me rëndit, dhe njën të ka shumë barë, ka thonë ngre barë më mrana. Tani ka thonë më lëndove, tani qka, tani ka më marë hak. Do në marë hak? Por, në, ka që fatë në i laltë, hima. Dhe e afru, e ka posë barkun. Ka pëse bënë e këta? Ka thonë sepse, ka qenë betej, ka thonë sepse po du sajnë i funit, që e prejkën para se mi në luft me kanë lëkura jote ja Rasulullah, dhe hi ka dekë. Ja ilaha illallah. Pra kë, pejgamberi nuk diti që pësën në naj, që po dënë, dhe mërë hak, kur në mërë hak. Dhe ka dhe hadithe tjera, i cili ka thonë, kush ka hak të në të mërë. Andaj edhe në dhëtë me kanë që asin njerës. Mërë në hak e ju njerës. Dhe se ma bënë halal. Me që anti këta që ju kanë bërë zullum njerëzve, fizikisht ma shumë. Sepse ka dhe rase tjera, tash për shambull, o zoti jam shërën. Dikush ka qenë gjikatës, prokuror. Për mja bëjtë qefin shkahot, ose frikësu më rujtë karrikën e vetë atje, ka dënu vlanë e vetë pa pikë faj, ka di që ke pa faj. E ka dënu 2-3 fesh ma shumë. Pa faj. Ma shumë adje, ma shumë. E vetë dënime zëllëm, po lërë ma shumë se sa që ka dënu të njëtin, po ka qenë sërë pëse më lezës. Dhe ke ka di që zëllëm. Ta shëpëndu ke. Ta shëpëndu. Që të me bëtë shkë. Kurse ati a dha 10 vjetë borgë. Dhe le që a dha 10 vjetë borgë, për që ti njërë për sistemi këtë e mëtën në përburgjë tani sërpë ati, maltratune, e bënë në gjusë. E lanë gjytërëm njërin. Ja shkatërëm familje. Zëllëm. Dhe ta shëshpënduaj. Po. Atëherë do kemi të kesh pyetjen e dytë për hoxhallarët. Ha po. Që rrogat e vogla, nëse mundesh ma shkurt sepse jemi edhe në telefonat e kemi. Po çfarë Yes. protestë jo? Nuk shkan e mesela, është Allah që përbleft, ai po nuk shkan ajo në nëmune me ka lypsa. Hoxha nuk ba me ka lyps. Ja, lypja, edhe me kanë hojë dyat bashkë nuk shkojnë. Ja. Zoti më së dhasht, me kanë lyps. Allahu më sa në shto për bukë. Ja, Rabbi. Dhe më spafshon askend, e më spakti, më spafshon asë një hoqë, që do të rot me shtrit dorën, me kanë lyps, e u dhe billah. Ja. Zëllartë, nuk ban me kanë lyps. Lyps është ajë. Ja. Stakfirullah. Faleminderit për ju. Kemi telefonatën e fundit për sonte, nëse është në linë po inkuadrojmë. Selam aleikum.
Selam aleikum. Po, Alo, mirëmbrëma, selam aleikum. mirëmbrëma, Dosha aleikum selam. që ti bëj hoxhës si tjetë mund mja? Por, nani, jeni live, po e dëgjojmë unë dhe hoxha dhe shikuesit tanë. Dosha ta pyes hoxhën se sonde do të thonë kam qenë punë në 17 3 vete dhe këtu ishte namazi i akşamit. Do të thonë unë në 5 e gjithë desha të jem punë dhe nuk mujta ta fali akşamin. Edhe ora 9 të krita puna. Kur erdha ashtu në shtëpi, tash mora vdes për të fal. Veç dosha ta di që ata fali para akşamin, farzin e akşamit apo ta fali yatsin edhe ta bëj masenejat. Edhe kam edhe një pyetje tjetër për hoxhën. Po, Punoj me një farë pizzerie këtu, do me thonë unë jam si transport, do me thonë veç i qoj. Mirë po ati ka, do me thonë pizza që nuk janë halal, a e kam haram unë e këtë si punë ditë jem të e punu, edhe ka një herë ka edhe pije alkoholike duhet me vuqu, do me thonë ato që porositin. Pse nuk e falë namazin akşamit? Po fillova në punë edhe atje nuk kushtet do me thonë nuk janë kushtet aty për të falë, do me thonë e lashit bëj kaza namaz. Qysh nuk janë kushtet? Çfarë kushtet? Çfarë kushtet në pas me falë namazin? Do me thonë aty në kuzhinë brenda nuk ke ku mu falje se diçka ka mill sipër, do me thonë. Po çka ka lidhje që ka mill? Po çka ka lidhje që ka bërllëk? Po çka ka lidhje që ka plëhen? Çka ka lidhje? Namazë. Edhe në punës atyne i kumpitun ato, atyne nuk i bëhet qefi, do me thonë ti të vëkurë. Po atyne qefi nuk i bëhet, bile atyne mja bëhet qefi të hanë edhe me shderët. Për qef tyne, jo, për mja bëhet qefin të atyne, kia ta thojnë grahe pak, pije pak me shderët, edhe pije pak raki, po ne nuk e kena, Allah të ndërof ty, ne nuk e kena sanet me i mat, i bëhet si bëhet qefi. Po e ndërpresim telefonatën, pastaj dëgjojmë përgjigjen përmes televizorit. Ju përshëndesim. Selam aleikum. Allah ju rujt. Allah ju rujt. Ti apo do me ta bë rrafsh, apo do me të kallëzue qysh drejt. Nëse do me ta bë rrafsh, s'ka problem, qysh për ki qefte i grahum. Ama nëse don me kuptue si mesele, ti gabim gjithë ditën. Unë punoj aty. Farz e sabën me falë farz në akşamit? 2 minuta. 2 minuta. Nëse ka në kuzhinë, e ka nevojë për mu. Unë ja dal jashtë krejt. Në depët diku ka depaj. Ose është në trotuar diku ndalë në skajt. Nëse gjatë është me vete, ose një akne, një likurë, diçka edhe shi, pa shi, 2 minuta farzën edhe që kaq, me këpuca, me qizme. 2 minuta ke puna. Vesh 2 minuta. Edhe krye farzë. O i gëzun. Mundahu pak. Lëdhë pak. Koqitu pak. Shtrëngahu pak. Për hatër të Zotit. Sepse namazën e ki bërqë. Punën e bën për bark, për gjep, për dynja. E ti dhe unë e dina mirë dhe këtë të gjithë ne, se kë bark e gjep e dynja kja, shkan. Shkan kja. Ndërsa namazën ambetet neve. Namazën ambetet. Namazën kena përgatë. Nuk e kemë pa qarën e mi pa frytë të namazët tash për tash. Nuk thënë muslimant, o Zot jam në falna për ty, ama ti mu këta ama këta. E lutë Allah, që ka dush. Por ti o fale se ki bërq. O fale sepse frytin e namazit e pret në botin tjetër. Po ashtu agjerimin. Për ata ne gjithë themi o Zot pranona e farzët tona. Pranona namazin, pranona bëna kabul agjerimin e haqin. Bëna kabul pra me na shpërblyën botin tjetër. Këtu bëna ka shpërbly, dhe përna shpërblen, dhe përna jep të anët. Këtu edhe ta që s'pa falë për hajnë.
Këtu edhe ta që nuk e këshyrin, a është halal a haram për jetojnë. Po, jetohet këtu. Po kjo dynja ka ligjet veçanta. Dhe futet brenda cilësisë e Allahut Ar-Rahman. I gjithë mëshirshëm. Ndaj të mirëve, ndaj të këqive. Ndaj miqve ti, ndaj dëshmanëve tina. Për botën tjetër është Rahim, i mëshirshëm. Jo i gjithë mëshirshëm, i mëshirshëm. Vetëm për musliman. E tani ti namazin e falë, akşam për parë, tani farzën, por govlan tënë të mës e përserit kështu. Shtërëngahu pak, ka me taletu Allahu, kime falë farzën dhe lafës kime pa. Kjo është ma më rëndësi sa pyetja dytë. Dyta me vogël, namazën me madhë. Kur ka namaz tjera sene binë të tanat. Po namazën tani bëjnë Allah për sene tjera. Po. Ne kaq po përmbyllim për sonte, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbeshim me programin e vazhdimit të RTI. Selamun alejkum.